juve, sot jemi mbledhur për të festuar fuqinë, pasionin dhe dhuratë të rinjve. Mirë se vini në maratonin rinore. Mirë se vini pra të nderuar pjesëmarrës. Një falënderim i veçantë shkon për publikun, mësuesit tanë të cilët janë bërë burim frymëzimi me anë të përsëritjes së tyre për të gjithë nxënësit e shkollës sonë. Bashkëmoshatarët që ndodhen sot në këtë sallë për ta ndjekur dhe veçanërisht ju rinj, që me vlerësimet dhe kritikat e tyre të denja do të na iluminojnë mendjen për të ecur përpara dhe për të zhvilluar profesionalisht. Le t'i prezantojmë ata. Gjani Shqera, kryetar jurie, moderator, producent. Gjini Vila, koreograf. Bruna Kërçyku, gazetare në Top Channel. Hamid Skilja, kompozitor. Fiori Mirdita, regjisore. Ne jemi ato që sjellin ndryshimin, ne jemi ato që ndrojmë dhe veprojmë, ne jemi arrinja. Siç ka thënë Nelson Mandela, rinia është pasuria më e madhe e një kombi. Të rinjtë do të shkëndijë që ndezin ndryshimin. E dini çfarë? Mua do më pëlqen të vendosja një emër ose një emër mirë. Do të dëshiroja ta emërtoja energjia rinore. Energjia që do të frymëzojë dhe u udhëheqë drejt sfidave të së ardhmes. A jeni gati për të nisur? Le të fillojmë në ndikujt e muzikës së lehtë, dhe ta ndezim këtë skenë me talent, energji dhe pasion. Hapim kështu si parë në maratonës rinore me një interpretim të nxënësit së talentuar Kesi Kovaçi. Gratë janë forcat thelbësore që ushqejnë dhe zhvillojnë shoqërinë në mënyra të shumta. Ato janë në krye të familjeve, ndërmarrjeve, institucioneve dhe komuniteteve, duke sjellë një ndikim të pakursyer në ndryshimin e përparimin e shoqërisë njerëzore. Përkundër sfidave të shumta dhe diskriminimit të përjetuar, gratë kanë treguar një këmbgulje të paimagjinueshme dhe një guxim të çmendur për të përmbushur qëllimet e tyre dhe për të shndërruar vizionet e tyre në realitet. Gruaja nuk është vetëm një anëtar e shoqërisë, por një partnere e barabartë në rrugën drejt përparimit dhe zhvillimit. Vjen për ju kënga me titull Femrat, krijuar posaçërisht për të dëshmuar edhe një herë rolin e tyre madhor dhe të pazëvendësueshëm nga kantaautorja Egli Tako. E mirëpresim Kesi në skenë.